Ne personalisht që me pajtimit që të dyja fushat me u fut në shkolla, si luanda edukimit seksual ashtu edhe edukimit fetar, mendoj që të dy luandët, të dy aspektet i kanë ato anët e tyre pozitive. Kur ndodhen atë edukimit seksual, është shumë mirë që do të thonë prej një moshë shumë të vogël, fëmiu me mësu për aspektin intim, për trupin e vet, me njoftë organet, edhe në momentin kur ka edukim seksual, do të thonë fëmijët parandalohen marrëdhëniet e hershme seksuale, për hapja smundjeve infektive, gjana tilla që mundën me qenë edhe më ekstreme, po thjesht fëmiu është i vetëdijshëm domethënë për trupin e vet, për organet e veta, për pjesën intime, për një akt intim, edhe mendoj që kjo pjesë i ndihmon që fëmijëve në anën tjetër që mu vëdësu, me njoftë më shumë pjesën e edukimit seksual, edhe mos me hi në marrëdhënie me një moshë shumë të re, qysh kom raste edhe në shkolla. Kjo është edhe një shoktar, në falë që po ndërprej, është edhe një shoktar për shoktarëve, sipas ullumtimeve që janë bërë nga qendrat kredibile të ullumtimeve në terren, një ndër shkaktarët e divorceve, pra janë këto si ciku dhe psikologja, martesat e hershme, pra. Për shkak se vetëdijsimi dhe ndërgjegjësimi i fëmijëve, po i quaj fëmijë, i të rinjve për martesën, mungesa e informacionit për përgjegjësitë që i ka përballë familjes, janë shumë të ulta dhe kështu në momentin që kalon ai muj i mjaltit, një muj, dy muj, fillojnë me dalë në shesh. Domethënë fillojnë me dalë në shesh problemet reale. Siç e ka më herët për shkak se martesa nuk është humje, nuk është vetëm dashuri, mirë po ka edhe gjëra të tjera, m'fal. Jo, s'ka problem. Po, në anën tjetër mendoj që edhe aspekti fetar kish ndiku shumë. Unë jam pro që edhe luanda fetare mu fut në shkolla, pse jo? Fëmijët kishin mësu edhe për religionet e tjera dhe shkriju një tolerancë fetare që fatkesisht mungon të na. Zakonisht të na e marrim pse luanda fetare në shkolla, unë jam pro, pse jo? Mësojnë ma shumë rreth fesë, ka aspekte shumë pozitive që mundën me marë, ka shumë gjana pozitive të shëndosha që fëmijët në shkolla mundën me mësu prej edukatës fetare. Domethënë, jo që lidhem veç me aspektin e besimit ose religionit, po mendoj feja prek edhe aspekte tjera që janë morale, edukata, që shmë kuni njëri i mirë, që shmë kuni shembull i mirë, që po mendoj që këto duhemi me ja mësu fëmijëve. Edhe një aspekt tjetër që po du mund të lidhe, bune një pyetje marrët për atë mesin e artë, edhe unë po mendoj që për me funksionu një familje shëndosh, duhet me pas edukat. Zakonisht unë e shoh edhe në shkollë, fëmijët të cilët janë të edukum, ata janë rrit në familje të edukume, janë rrit në familje të shëndosha, po fatkesisht në gishta mundemi me numru këta fëmijë që janë të edukuar ose janë të plusuar edhe në aspektin akademik, po edhe në aspektin domethënë të edukimit. Janë edhe të edukuar edhe sjellshëm po në anën tjetër performojnë mirë edhe në aspektin akademik, edhe kur e analizojmë këta fëmijë shohim që ata janë rritë në familje të tilla, janë rritë në familje të shëndosha, edhe prindët e vet janë thjesht e kanë edukatën, kanë mirësjellje, kanë edukat, kanë tolerancë, janë thjesht njerëz me vlera, me plot kuptimin e fjalës. Edhe nëse ka familje tilla, shë një familje të edukuar, unë mendoj që ajo është çelësi i asaj